Rikthehet në studion ton historia e Luan Hasës, 48 vjeçari nga Tirana, është baba i 3 fëmijëve. I martuar për 24 vite, ai rrëfen se kanë kaluar ditë të vështira e të bukura, por asnjëherë nuk e kishte menduar ndarjen. Megjithatë, përpara disa vitesh, ka filluar konflikti mes tij dhe ish bashkëshortes. Gjeneza e mosmarrveshjeve ka qenë lidhja e vajzës së madhe me një djalë i cili nuk e trajtonte mirë dhe si përfundim u ndan. Bashkëshortja ka bërë me faj pikërisht Luanin për ato që vajza kishte kaluar. Në 23 maj 2014 ja paraqitur në polici për herë të parë. Ai kishte kërkuar lek të shoqes, pasi ishte ajo që mbante buxhetin e familjes, por nuk ka pranuar. Në sherrë sipër ai e ka shtyr dhe ajo është përplasur në tokë. Për këtë veprim, Luan Hasa është dënuar nga gjykata dhe ka bërë 8 muaj burg. Më pas ka tentuar të rikthehet në shtëpi, por kjo ka qenë e pamundur, madje ka shërbyer si shkak për të tjera konflikte mes tij dhe familjarëve. Në datën 17 prill 2015, bashkëshortja i është drejtuar gjykatës për divorc dhe aktualisht jetojnë të ndarë. Historinë e jetës së tij ai e bëri publike 2 vite më parë dhe sot rikthehet dhe dëshmon se problemet vazhdojnë. Shtëpisë dhe pasurisë së vënë me mund dhe sakrificë as nuk mund t'i afrohet dot. Fëmijët e kanë braktisur dhe nuk duan të kenë asnjë raport me të si baba. Ai do të bëjë sot një apel drejtuar fëmijëve dhe institucioneve.